Del me barkun e rrumbullakosur, Eneida Tarifa është në pritje të ëmbël. Një video e postuar së fundmi nga këngëtarja Eranda Libohova në shoqëri të disa miqve dhe Eneida Tarifës ka ngjallur dyshime për një shtatzani të kësaj të fundit. Në këtë video, Eneida shfaqet me një bark të rrumbullakosur, duke lënë të mendohet se është në pritje të ëmbël me partnerin e saj Gent Lasku. Megjithatë, këngëtarja nuk ka bërë asnjë deklaratë publike për të konfirmuar ose mohuar këto zëra. Eneida e ka bërë publike prej kohësh lidhjen me basketbollistin Gent Lasku, lidhje me të cilën u shpreh se është shoqëruar me shumë paragjykime. Ajo tashmë ka rigjetur sërish dashurinë 4 vite pas ndarjes nga ish bashkëshorti i saj Erion Zaloshnja, me të cilën ka edhe një vajzë. Fotot e Eneidës, ku shfaqej në krahët e basketbollistit Gent Lasku në një lokal duke u përqafuar, bën xhiron e rrjetit muaj më parë. Në një moment shihej se sportisti e puthi edhe në ballë këngëtaren, duke dalë hapur publikisht për herë të parë. Nga ana tjetër, Genti prej kohësh është ndarë nga bashkëshortja e tij, me të cilën ka 3 fëmijë.